Në muajin e Ramazanit, në muajin e Kuranit, në qytetin e Gjilanit kanë filluar garat rajonale kuranore të organizuara nga Këshilli i Bashkisë Islame në Gjilan. Në këtë garë po marrin pjesë garues nga kategori të ndryshme, të cilët po demonstrojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre në leximin dhe memorizimin e Kuranit. Kryeimami i Kosovës Vedat Sahiti tha se djemt dhe vajzat e tillë me anë të memorizimit të Kuranit po ndriçojnë zemrat e të gjithë besimtarëve, e në veçanti të besimtarëve shqiptar. Më lejoni që me urim të veçantë të përgëzoj garuesit, të cilët me vullnet e përkushtim kanë arritur që të mësojnë pjesë nga Kurani fisnik, e dash Zoti që të vazhdojnë derisa të bashkohen në radhëve të hafizlerëve që kanë mësuar përmendsh dhe kanë ruajtur Kuranin në zemrat, mendjet dhe shpirtin e tyre. Kurani fisnik është vula e librave të zbritur dhe mugjizet dhe mrekullitë të cilit nuk kanë të sosur asnjëherë. Dhe kjo vazhdimësi e mrekullive kuranore u dëshmua gjatë gjithë historisë së tij si libër dhe do të vazhdojë deri në Kiamet, sepse që nga koha kur filloi të zbriste deri më sot, ata që e lexuan dhe mësuan Kuranin përmendsh gjithmonë e mbajtën të gjallë dritën e tij dhe të pafundme dhe ndriçuan mendjet, zemrat e besimtarëve gjithatë në globit, e në veçanti zemrat e besimtarëve tanë shqiptar në hapësirën shqiptare. Kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Gjilan, Naim Aliu, në hapjet e këtyre garave, tha se pavarësisht rezultatit, të gjithë garuesit, të gjithë ata që janë ulur dhe kanë memorizuar fjalën e Zotit, janë fitues. Prandaj dua t'ju përgëzoj nga zemra të gjithë garuesit për përkushtimin e mundjen e tyre. Dua t'i përgëzoj gjithë imamët që kanë punuar me këta nxënës. Prindrit e tyre për mundjen që kanë dhënë, për sakrificën që kanë bërë me fëmijët e tyre, pra të dashur garues, ju tashmë jeni fitues, sepse jeni lidhur me librin e Allahut dhe me fjalën e tij të shenjtë. Komisioni vlerësues i këtyre garave ka në krye krye'imamin e Kosovës Vedat Sahitin, Mustaf Hajdarin, Bali Sadikun, Fidan Xhelilin, Shaban Muratin dhe Orhan Azemin, të cilët po vlerësojnë performancën e garuesve. Gara po zhvillohet në 4 kategori, me nga 1, 2, 5 dhe 10 xhuze, ndërsa fituesit do të shpërblehen me çmime të ndryshme financiare, që në radhë të parë ka për qëllim testimin e njohurive dhe nxitjen deri në memorizimin e plotë të Kuranit.